Po pikërisht pra këtu ishte një problemi. Dhe unë i kam thënë pra në këtë kohë. Dhe kam thënë pastaj, kam dalur. Kur është deklaruar për punën ekonomike kam thënë, Sali Berisha do të bëjë një lëvizje të zgjuar politike. Edhe lëvizja Sali Berisha do të jetë kjo, kam thënë. Nuk do të jetë absolutisht kandidati për kryeministër. Do të jetë një figurë tjetër e cila të bëjë të mundur që të mbledhë gjithë panoramën apo kompozimi që është opozitës rreth një figure për kryeministër të mozaikun i opozitës. Në një kohë që ka propozuar një emër konkret, mund të jetë, kam thënë, Mira Murati, një figurë të cilët të rritë, duke qenë parasysh që shpërthente ChatGPT-ja, inteligjenca artificiale që ishin në mujtë e parë dhe unë kisha informacion nga miqtë e mi që njoh, dhe thash mund të jetë një figurë e tillë apo një person tjetër që vjen nga jashtë tjetër dhe figurë përmbledhëse dhe të kishte model tjetër përballë Ramës. Dhe jo zoti Berisha që një makinë të vjetër politike si Rama ta zëvendësosh me një makinë akoma më të vjetër politike si Sali Berisha, që sa parojnë qytetarët, se të kanë rrezuar si president, kanë hequr si kryeministër me 1 milion. Nuk ndodhte kjo. Dhe kur është diskutuar për vajzën e Sali Berishës për të marrë Partinë Demokratike, kam qenë përsëri personi që kam dalë kundra. Nuk është trashëgimi, kam thënë, partia. Do duhet Dash, a ishte plan ai i vërtet, a kishte ndonjë tentativë se ajo vetëm muhabet mediash ishte. Nuk e di, ndoshta mund të jetë hedhur për testuar gjëra, nuk e di. A kupton? Pra unë kam thënë këto në grup parlamentar, jam i vetmi person që ka votuar me 26 korrekt 2024 kundër kodit zgjedhor. Ky kod që është sot është maskarat, është mizerabël, i padrejt, që 96-97 deputet janë të emëruar, vetëm 43 janë të votuar, dhe unë kam votuar kundra.